Tre rastet kur nuk duhet të pini kafe. Shumica e njerëzve nisin ditën me një kafe në çdo kohë të ditës. Në fund të fundit, përfitimet shëndetësore të kafes janë të njohura dhe të rëndësishme pasi ndër të tjera ulin rrezikun e problemeve të demencës, diabetit dhe mbrojnë nga obeziteti. Megjithatë, ka raste specifike ku konsumi i kafes nuk rekomandohet pasi mund të ketë efekte negative. Por cilat janë këto raste? Sipas ekspertëve të Healthline, kafen nuk duhet të pini nëse jeni në ankth. Kafeina që përmban kafeja stimulon lirimin e kortizolit, hormonit të stresit, duke arritur adrenalinën dhe përkeçon gjendjen. Kur kafeja është shumë e nxehtë, nuk duhet të konsumohet pasi shkakton probleme në ezofag. Kur ndiheni të përgjumur dhe e keni të nevojshme të flini, mos pini kafe. Vetëm në rastet se ju duhet që të qëndroni zgjuar gjatë gjithë natës, mund të jetë një pije ideale. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesshëm.